rritje të çmimit të energjisë mbi 100% viteve të fundit dhe gjitha këto kanë qenë barë tepër e madhe, tepër e rëndë për secilin qytetar që sot jeton në Kosovë. Ne kemi takuar sfundi njerëz të cilët deklarohen, kisha rast ta shoh një zonjë para 2 ditësh, më tha që detyrohet që në orën 2 pas mesnatës të shkoj në pritjet në qendrën klinike universitare që të marr të jetë pjesë e listës për të marrur trajtimin e nevojshëm, shto këtu barën që e kanë me medikamentet cilat janë absolutisht tepër të papërballueshme për xhepin e qytetarit, mos flas këtu për pensionistët të cilët kanë mbetur në harres, po ashtu arsimi është një element tjetër që ka degraduar në masë të madhe në qeverisjen e fundit, pra kemi parë një shturje gjatë 6 viteve dhe krejt çfarë mund të flasim për projekte kapitalit, një qeverie që ka pasur buxhet 21 miliard euro për 6 vite, kemi pa një projekt fundit të Lupqit dhe po ashtu një urë të Saradranit. Pra i gjithë vizioni, ose më mirë të them premtimet e Zotit Kurti kanë mbetur tek 2 projektet fundit cilat i pam dhe cilat janë absolutisht jo vetëm të pamjaftueshme, por as që do duhet të diskutoheshin sot kur nevojat e njerëzve janë mirëqenia, shëndetësia, arsimi, izolimi, ndërprerja e dialogu strategjik me SBA-n, pra ka një kontaminim të jetës publike. Dhe Zoti Kurti ka vendosur pra që ta përshaj e të ketë konflikt me secilin që mendon ndryshe, ndërkohë që qytetari ka mbetur atje diku në çosh, sepse në kohë të krizave i vetmi që